Përshëndetje nxënës të dashur, unë jam mësimdhënësja Gonxha Ejubi, punoj në shkollën fillore Brac Fomigjeni. Sot, pra nxënës, do të kemi një njësi mësimore për klasët e 8-ta. Njësia mësimore, pra që është për sot, do ta zbulojmë tash, ajo është pra klasifikimi i foljeve në zgjedhime. Lexojmë tekstin e mëposhtëm dhe i vërejmë fjalët e shkruara me shkronja të kuqe. Çka emërtojnë ato? Pra, të lexojmë një tekst këtu dhe të shohim se këto shkronjat me ngjyrë të kuqe se çka emërtojnë. Unë nuk e di i cilës ushtrie je ti, sepse asnjëherë nuk i kam njohur rrobat e ushtrisë dhe tani jam shumë plak për t'i mësuar. Por ti je i huaj dhe i një prej atyre ushtrive që na kanë vrarë. Ti ke zanatin e mallkuar të luftës dhe je një prej atyreve që më kanë bërë mua gjysmë njeriu. Një copë plak të shushatur që vjen në këtë dasmë të huaj dhe ri në qoshe dhe lëviz buzët duke biseduar me ty. Asnjëri nuk e di ç'them unë, sepse të gjithë janë shumë të gëzuar dhe unë nuk dua t'u aprish gëzimin të tjerëve. Pra ky është një tekst i marrur prej romani Gjenerali i ushtrisë së vdekur që ka shkruar Ismail Kadare. Pra të shohim se këto me të kuqe, ti lexojmë këto fjalët me të kuqe, pra di, je, kam njohur, jam, je, kanë vrarë, je, kanë bërë, vjen, ri, lëviz, di, dua dhe prish. Të gjithë këto pra që janë me shkronja të kuqe këtu në këtë tekst, të zbulojmë se çfarë janë. Me siguri ju nxënës se keni vërejtur se fjalët e shkruara me shkronja të kuqe pra janë folje. Pra këto fjalë, të cilat i kemi bërë me shkronja të kuqe, pra janë folje. Ç'janë foljet pra nxënës? Fjalët që emërtojnë një veprim, një punë, andodhi ose një të qenë të kryefjalës quhen folje. Pra çfarë janë foljet? Kjo është edhe definicioni i foljeve. Fjalët pra që emërtojnë një veprim, të mbajmë në mend, pra një veprim. Një punë ata emërtojnë, andodhi ose një të qenë të kryefjalës, pra ato quhen folje. Mos të harrojmë pra se çfarë janë foljet. Çfarë janë foljet nxënës? Foljet janë pjesë ndryshueshme ligjëratës, që ndryshojnë në kohë, mënyrë, vetë e diates. Ne e dim se fjalët në gjuhën shqipe ndahen në pjesë të ndryshueshme dhe pjesë të pandryshueshme të ligjëratës. Po për shkak se foljet ndryshojnë në kohë, ndryshojnë në mënyrë, në vetë dhe në diates, atëherë do të themi se foljet janë pjesë të ndryshueshme të ligjëratës, sepse ato ndryshojnë. Folja pra nxënës përbën bërthamën kryesore të fjalisë, për shkak se për foljen flitet në fjali. Prandaj do të themi bërthama kryesore e fjalisë. Vazhdojmë me fletën tjetër. Pra çfarë kemi këtu? Çdo folje në gjuhën shqipe ka një trajt përfaqësuese e cila jepet edhe në fjalor. Pra, në fjalor nuk jepet çdo trajt përfaqësuese, po jepet vetëm ajo trajt. Çfarë është ajo trajt përfaqësuese? Trajt përfaqësuese është e foljes merret, pra cila merret. Është pra veta e parë njëjës e foljes, koha e tashme, e kohës së tashme, të mënyrës dëftore në formën veprore. Për shembull, të kuptojmë më mirë, trajta përfaqësuese e foljes kam njohur është njoh. Pse është njoh? Njoh është për shkak se njoh është në vetën e parë, është në njëjës, koha e tashme dhe mënyra dëftore. Për shembull, folja punova. Për shembull, folja punova. Për shembull, për të bërë në trajtin përfaqësuese foljen punova, ne atë duhet ta kthejmë në vetën e parë, numri njëjës, kohën e tashme të mënyrës dëftore. Në qoftë se nuk e kthejmë ne, atëherë nuk do ta kemi trajtin përfaqësues dhe nuk do të mundim ta gjejmë në fjalor. Pra, folja punova është punoj në vetën e parë njëjës. Ndërsa trajta përfaqësuese e foljes kam shkruar, për shembull, është shkruaj, sepse edhe shkruaj është në vetën e parë njëjës të kohës së tashme në mënyrën dëftore në formën veprore. Pra, kjo formohet nga tema shkrua plus mbaresa ja. Ja, këtu mbaresa ja.
Pra edhe po të bëjmë dhe po të zbulojmë se cilit zgjedhimi takon, pra se në gjuhën shqipe kemi 3 zgjedhime, se cilit zgjedhimi takon folja, apo i takon zgjedhimit të parë, apo i takon zgjedhimit të dytë, apo i takon zgjedhimit të tretë, në përsëri duhet të kthejmë foljen në vetën e parë, në numrin njëjës, kohën e tashme të mënyrës dëftore, në formën veprore, që të zbulojmë se cilit zgjedhimi takon. Sipas temës dhe mbaresave që marrin në trajtën përfaqësuese, folje do t'i ndajmë në 3 zgjedhime, ashtu siç edhe thamë. Zgjedhimi i parë përfshin folje që në trajtën përfaqësuese dalin me temë në zanore dhe marrin mbaresën ja. Për shembull me temë në zanore, për shembull ja. Oja është tema e zanores. Lexo, për shembull, dhe mbaresën ja. Lexoj, laj, gjej, pëlqej, shkruaj, lyej e të tjerë, pra punoj, lexoj, këndoj, vrapoj, të gjitha këto janë pra i takojnë zgjedhimit të parë. Zgjedhimi të dytë pra. Zgjedhimi i dytë përfshin folje që në trajtën përfaqësuese dalin me temë në bashkëtingëllore, pra, dhe nuk marrin asnjë mbaresë në të trija vetat e njëjësit. Pra, këto folje pra në të trija vetat e njëjësit nuk marrin asnjë mbaresë, pra. Vetëm pra këto duhet të dimë që mbarojnë me temë me bashkëtingëllore. Pra, hap, ato cilat janë ato folje, hap, kap, mbyll, mbush, qesh, lodh, rrit e të tjerë. Zgjedhimi i tretë, këtu përfshin një numër të kufizuar foljesh, sepse nuk ka për këtij zgjedhimi shumë folje që në trajtën përfaqësuese dalin me temë në zanore, pra këto dalin, dhe edhe këto nuk marrin asnjë mbaresë. Pra, edhe këto foljet, si të zgjedhimi i dytë, pra, edhe këto foljet nuk marrin mbaresë edhe në njëjës, pra, veten e parë, veten e dytë dhe në veten e tretë. Nuk marrin asnjë mbaresë. Dhe këto dalin me zanore. Pi, fle, di, lë, v, z, shpije. Pra, këto janë pra zgjedhimet, pra të mbajmë edhe një herë në mend. Zgjedhimi i parë mbaron me j, pra merr mbaresën j, zgjedhimi i dytë pra mbarojnë me bashkëtingëllore dhe zgjedhimi i tretë mbarojnë me zanore. Mos të harrojmë që mos t'i ngatërojmë. Kjo është pra edhe qëllimi i orës mësimore, që të dimë zgjedhimin e foljeve. Koha e tashme e mënyrës dëftore, pra këtu tek kjo faqe kemi një folje të zgjedhimit të parë, një folje kemi të zgjedhimit të dytë dhe një folje kemi të zgjedhimit të tretë. Tu kemi foljen mësoj, pra të zgjedhimi i parë. Pra, unë mësoj, mbaresa j. Ti mëson, mbaresa n. Ai mëson, ajo mëson, mbaresa n. Ne mësojmë, ju mësoni, ata ato mësojnë. Pra kemi mbaresën j, m, e, ni dhe n. Zgjedhimi i dytë, pra. Tek zgjedhimi i dytë kemi kështu ndodh pra rasti. Unë mbyll, ti mbyll, ai mbyll, ajo mbyll. Pra nuk kemi asnjë mbaresë. Ne mbyllim, ju mbyllni, ata ato mbyllin. Pra në shumës kemi mbaresa in, ni dhe in. Pra ky është zgjedhimi i dytë. Si është pra si bën zgjedhimi i tretë. Tek zgjedhimi i tretë gjithashtu, ashtu siç edhe e tham, zgjedhimi i dytë edhe i tretë nuk marrin mbaresa në njëjës. Unë lë, ti lë, ai lë, ajo lë. Pra të tri vetat në njëjës nuk ka mbaresa. Ne lëmë, ju lini, ata ato lënë. Pra kemi mbaresën më, ni dhe në. Pra të shikojmë mirë shembuj, sepse edhe për detyrë shtëpie do të keni të bëni një folje të zgjedhimit të parë, ta zhvilloni në këtë formë, pra ta zgjedhoni në këtë formë, të zgjedhimit të dytë e keni në këtë formë, ta zgjedhoni, edhe të zgjedhimit të tretë ta keni në këtë formë, që të kuptoni më mirë. Vazhdojmë. Kemi foljet e parregullta. Foljet e parregullta do të thënë janë folje të cilet ndryshojnë në forma të ndryshme, jo siç janë zgjedhimi i parë, zgjedhimi i dytë dhe zgjedhimi i tretë, por këto janë folje të parregullta, nuk i takojnë asnjërit prej atyre zgjedhimeve. Tema e trajtës përfaqësuese, për shembull të foljes shoh,
e kemi temën e së kryerjes së thjesht pashe dhe e kemi temën e pjesores para. Pra shoh, pashe, para. Kemi foljen jap, jap, dhashe, dhënë. Ja shihni se sa shumë ndryshon. Bie, rashe, këtu ka rënjësisht ndryshim, rënë. Ha, hëngra, ngrënë. Jam, qeshë, qene. Ja shihni se si ndryshojnë të gjithë. Kam, pata, pasur. Ri, ndenja, ndenjur. Vi, erdha, ardhur. Bie, prura, prurë. Ja e pat këtu nxënës shumë bukur se si të gjitha ndryshojnë dhe janë në këtë formë, pra si kanë ndryshime të mëdha dhe të gjitha këto i pam në këtë faqe këtu, tema e trajtës përfaqësuese, i pam në temën e së kryerjes së thjeshtë dhe temën e pjesores. Vazhdojmë. Tu kemi zgjedhimin e disa foljeve të parregullta në kohën e tashme të mënyrës dëftore në mënyrën veprare, pra. Pra, ashtu siç tham, tu i kemi foljet e parregullta. Këto nuk janë folje, edhe këto që i takojnë zgjedhimit të parë, as zgjedhimit të dytë, as zgjedhimit të tretë. Për shkak se këto, pra nxënës ashtu siç tham, janë folje të parregullta. Të shohim foljen shoh. Unë shoh, ti sheh, ai sheh, ajo sheh. Ne shohim, ju shihni, ja këtu ndryshimi si është, ata ato shohin. Unë jap, ti jep, ai jep, ja këtu se ndryshon. Ne japim, ju jepni, ata ato japin. Folja bie. Unë bie, ti bie, ai bie, ajo bie. Ne bien, ju bini, ja këtu ndryshimi, ata ato bien. Folja ri. Unë ri, ti ri, ai ri, ajo ri. Ne rrimë, ju rini, ata ato rina. Ja ndryshimi këtu. Unë ha, ti ha, ai ha. Ne hamë, ju hani, ata ato hanë. Folja kam dhe jam. Folja jam. Unë jam, ti je, ai është, ajo është. Ne jemi, ju jeni, ata ato janë. Pra, këtu e kemi edhe foljen kam, unë kam, ti ke, ai ka, ajo ka. Ne kemi, ju keni, ata ato kanë. Pra, të gjithë këto janë foljet e parregullta dhe të gjitha pra janë në kohën e tashme të mënyrës dëftore në mënyrën veprore. Pra, këto të gjitha zgjedhimi i këtyreve bëhet pra në këtë formë. Ndoshta ndonjëherë mund të bëjmë ndonjë gabim, po duhet të konsultohemi me këtë tabelën që mos të bëjmë gabim dhe të kemi parasysh tabelën. Nxënës, faleminderit shumë për vëmendjen. Pra, këto ishin krejt sa i përket për zgjedhimet e foljes, e kishim zgjedhimin e parë, dhe zgjedhimin e dytë dhe zgjedhimin e tretë. Ju lutem të mësoni mirë sepse këto janë një pjesë shumë e rëndësishme e gramatikës. Faleminderit për vëmendjen, ditën e mirë.